është një rast i ngjashëm si me pozicionimin e Kurtit rreth zgjedhjeve, sikurse një rast që unë e tregoj shpesh. Një tregim popullor, që në sens është një njeri që është i mençur si Kurti. Kurti është i mençur, inteligjent, vetëm inteligjent i din me drejë me zhdredh. E ky personi i katunit tim, ky shkon në katun edhe thotë: "O burra, unë jam filan fistiku. Kom një aftësi jashtë toksore, jashtë qiellore. Çka bën ti? Unë ju lëshoj juve shi kur doni dhe e nali kur doni ju." Çka? Po, në paska pështu zoti. Po çka kem obligim ndaj teje? Një pite dhe një pul në ditë ju keni, me ma ba mu, kur të bohi ju në sheshin e pejes, na mirën vesh, çka dojmë nesër? A dojmë shi nesër, apo nuk dojmë? Edhe i të boj, midis fshatit, hajde tha, vendosëm për nesër çka po dojmë. Kush kërkon të shi, e kush e kishte misrin të ju rrit, e misri e lypte shiun. Shi nesër dojmë për kallamaq. Kush kishte grun, ma je normal ti, gruni të ju kur, e më na prish grunin, hiç nesër nuk bën shi. Ky e din ke rezultatin, një burra. Pelojmë sot qështu, herën tjetër ju ftoj prapë. Absolutisht e ngjashme me këtë mashtrues është edhe pozicionimi i zotnisë. Thot në të mirën vesh ta opozita, e këta se kanë mendën mu marrë vesh hiç.